Një deklaratë që ka ndezur menjëherë rrjetin dhe ka rikthyer vëmendjen te marrëdhënia mes Loredana Zefi dhe Mozi. Reperja ka folur hapur për raportin me ish-partnerin, duke bërë komente të forta që kanë shkaktuar reagime të shumta. Loredana u shpreh se ka duruar shumë situata të vështira, vetëm për hir të vajzës së tyre. Sipas saj, prioriteti i saj absolut mbetet mirëqenia e fëmijës, ndërsa çdo sakrificë është bërë për të mos lejuar që konfliktet mes të rriturve të ndikojnë tek ajo. Më bëj dëm mua, por jo vajzës, është shprehur artistja, duke theksuar se pika e saj më e dobët është e bija. Ajo shkoi edhe më tej, duke lënë të kuptohet se ndjenjat negative ndaj saj mund të jenë aq të forta, sa të ndikojnë edhe në raportet përreth. Deklarata që ka bërë më shumë bujë është pikërisht ideja se për interesa personale apo imazh publik mund të lihen në hije përgjegjësitë prindërore, një qëndrim që ajo e konsideron të papranueshëm. Fjalë të rënda që kanë hapur sërish debat mes fansave dhe opinionit publik. Tani mbetet për të parë nëse do të ketë një reagim apo kundërpërgjigje, ndërsa historia mes tyre duket se vazhdon të mbetet në qendër të vëmendjes.